specifice familje në shtatore. Dhe pika e në dic, dhe të tretë, katërt janë me atimi 6% familje në nevojë për muajin shtator të bërë nëntër. Para sa të fillojmë. Nëse të katërt me atimi 6 familjeve në nevojë të saktë, veçuar me këmësia administrative shkret. Se ka probleme në sistemi njësisë administrative shkret, edhe nuk mund të rekomandohen për fondin 6%. Ka një problem gjithë sistemi njësë ekonomike si unë duke rregulluar disa gjona dhe nuk mund e këna kërkuar prej ministrisë që nuk kalua manualisht. Këtë mos mesin pa pagesa, sepse për fajt sistemit, mesin familje pa përfituar njëmën ekonomike. Me fjalën këtë manualin mund na me... Jo, nuk mune, na duhet familjet prapë që nuk kanë përfituar prej sistemi, që nuk kanë pikë të mjaftueshme. Manualisht zgjidhin e këshilltarët e njësisë administrative shkel me zonë. Para se të fillojmë kondicion. Tu janë 16 pika. Derisa 17 është dësori për me folë. Ne tash se rregull rregullore është problemi që na diskutojmë dhe bëjmë pyetje këtyne bashkisë për problemet që janë. Po, masanajna dalin ikin gjithë, krijohet edhe nej ekses i vogël për quaj debatit këtu, edhe na mesim këtu po diskutua vazhdimisht. Në rregullore e përmend që i thot deri në fund që të vim. Te funi, kalojmë këto, mos e na i bëjmë diskutimet. Ne shumë herë, domethënë është kënë rregullore. Pra betimin që kena bërë për çështjen e këshillit këtu. Tash si do ja bëjmë? Po diskutojmë gjatë kësaj, po. Ti mirë bëna si ofertë shqiptare. Po s'munen me ditërua unë shqiptarin, u shkoj tash janë deputet edhe ke unë mesin nga 10 deputetën në parlament. Unë nuk jam të drejtu as me kisht, por unë pe e thëmë se si është rregulloria, unë për vetin du me folë. Unë se kam arë këtu, se kam për me folë, se po mos kishem për me folë, unë nuk kisha arë asun si kur të në tjerë. Se unë Shkodrë kam kënë, po fund kisha me thonë të drejtë në zotin. Po e quajt dëtërim dhe me thonë, qysh se kam hi këto, që kam bërë betimin për me shërbyje asë atëmone komunitetit këto ku jam. Gjithë se cili ka përgjësinë e vedoj, ka mirë ashtë me respektua. Do është problemi tyre. Unë mund të krije dhe vetën, po ajo nuk është në kulturë. Ne specialistave bashkisë, në ndërtari rastin këtë krejtësi ashtu, specialistave për çdo dek janë detyruar me nizua dhe me ngrit ato probleme të zyra e kryetarit, ato probleme se nuk jetë diskutuar. Sa i përket pikës parë, 2, 3, edhe 4 ta se të njëse më në shkegua pizza. Ka kush në i pytja në i... Problemi shumë i rëndësishëm është se ka 2 muaj, se njëzën të kanë mundësi me aplikuar për përgjithime një ekonomike. Sistemi, po ja lam, është të ndjetë një ditë, 2 ditë, po jo 2 muaj. 2 muaj familje që ka 50. Unë kam 10 në shkollë, kam 5.000 në shkollë dhe nuk është javë me aplikuar për përgjithime një ekonomike. Por sistemi është a ka një zgjidhje, ne nuk drejtu se tuaja që bëhet manualisht, gjithë të zgjidhje, janë familje që kanë nevojë dhe ti nuk ke arsye, unë arsye askush që me aloj dhe përfitojnë nga skema njësë ekonomike që është. Nuk e di si do të zgjidhet apo çfarë do të bëhet. Era absolutisht unë djetëm të zyra atje në vajzë dhe nuk ka pas sistem. A shty afati aplikimeve, ka kënë një ide të vetë, ta që kanë shty afatin aplikimeve deri në të sëmanë, dhe shpresojmë që funksionojnë sistemi, nuk ashtë përfajnë tonë. Normalisht. Na këna kërkuj e na kërkuar nga shty. Si do të bëhet, si do të bëhet. Shpresojmë shumë që të zhjithë. Ka 2 muaj, ka 2 muaj janë shumë. Ka 2 muaj janë shumë. Po them ndodhi një rast se sistem probleme internet të tjera, infrastruktura, por 2 muaj janë shumë. Pra të bënd një zgjidhje
Kanë shkruar fatet e aplikimeve për me zgjidh, dhe shpresojmë të zgjidhet pak në vitin tjetër. Problemi i kërmenit, a zgjidhë të Ata është faktuar punojësi, por kena bo aplikimet prej bashkisë. Prej punojësit bashkisë dhe qyshet vetor keni përfitu sallat e 6%, që është përpallë përfitu sallat prej sistemi një ekonomike. Ala nuk është faktu punojësi. Por mos me lanë pa përfitu saj, kena bo aplikimet. Atë ka kush në kujti tjetër. Lidhur me këtë karantinë, se si është problemi. Të janë qyshën që është edhe pa. S'kush është ai person që mund të justifikoj se nuk ka pasër. Si ka mundësi kjo? Më falë drejtojmë ty me që je këti këtu. Unë kam komuniku me ty dhe kam respekt për ty, për arsye se je Unë kam bo aplikimet vetë personalisht, kam bo aplikimet për edhe pro kam planuar edhe personat të fondi 6% që për mos në me pa përfitua njëmën ekonomike qytetarët. Shpresojmë shumë që të zgjidhet, por është problemi se aty ka marrësimtarët nuk ligjojnë për e kanë hapë për me bo aplikimet. Po është problemi se aty thot një problem i ndollën këtu edhe e lënë e nikën. Duhet punojës marrësimtarët, për punojës marrësimtarët nuk ligjojnë në punuar. Po si më ka mundësi bashkia me lanë punojës këtu në shkrel. Punojës në tamore. Nuk zënë njeri, po ja zënë janë vetë, zëtë që kanë marrë shkollë në lartë, morë. Në shkrel i ke gjitha listat. Po dhe në tamore, morë. Vetëm në Kelmena. Edhe në tamore jo, shkon e bonë, vetëm bërderot, masa në anarkik, edhe këtë presën dhe më thonë nuk më në përgjësi, në kuptimin e fjallë, për që ka shkujt mua, për nuk më në përgjësi për mëllani e logarijet, për këtë problem. O nuk e di se çfarë thot, po nuk më ndronë dëshim tonë, po çfarë shpirtit kanë që janë njerëz me as nevojë sa nuk ke diskuton kurkush. Janë vetë mund, një të të ardhën a pa, edhe me ndohë kjo punë kjo nuk më do të me ndohë. Se thonë disa njerëz të më thonë fletë marë ku ndoshta në tavolina, se ashtu se s'ka, nuk ka guzinin më kanë për arsye se nuk zënë vend që i fletë shumë. Pa jam i detyruar me për shumë, gjitha probleme se probleme nuk s'o kanë shkuar. Dhe pa përshëj, pytje tjetër vetë 6% që familje në nevojë. Dhe rridhen votim pytën 1, 2, 3 dhe 4 negatimin e 6% që familje në nevojë për mundë 7, 8, 9. Dakor, në s'ka miratore. Vërdojnë në pikën të venstre në zbitës, për në atinin e telegramis të përgatitjes e përrejë programën duke të rëshavat nësë 2027-2029 dhe budgetit vjetor 2027. Po, prezent kena specialistën zorën, si zërnëm, në mundu atja, mundën të e gjëshme. Ta sjarojmë në më mirë këshiltaj si tjërë në sërë. Kalendari që përmban etapat shkollore për përgatitjen gjatë vitit 2026 për programin buxhetor fatnisën 2027-2029. Këta pjesa që kemi janë etapat që vazhdojnë gjatë vitit duke filluar në vitin e grupeve strategjik edhe menaxhimit programeve që përmbajnë çdo drejtëri, që fillojnë gjatë vitit atë 2026 deri në 15 mars për vitin 2026 përgatiten programet buxhetore, sillen kërkesat edhe përgatiten tavonet përgatitore. Atë sipas etapave që janë shënuar te kalendari, vazhdojnë prapë deri në qershor 2026 faza parë e programit buxhetor 2027-2029. Atyre të prapë sipas etapave që dërgojnë ministri, atë korrekt që bëhet prapë përgatitja sipas kalendarit për tavonet përfundimtare.
atëra hartohet programi buxhetor i shkuar që është deri me 15 shtator, edhe dërgohet në Ministrinë e Financave, fjalë deri në fund të vitit që tash kena me miratuar të gjithë 26, edhe është i përfshin të programi buxhetor i vitit të 2025-2027. Pension të do të miratohen 2026-ën, përgatitja bëhet për 2027-2029. Sipas etapave të kalendarit. Gjatë vitit, e të tonë vitin, sipas këtyre etapave të bëhet përgatitja programit buxhetor. Është edhe relacioni se këtë dërgohet prefekturat e përmirësim. Ka kushtojnë ka fix test të një ditë s'ka të në pyetje në të rrinë do t'im të shakë dakot të një atë në kalendari. Punër s'ka mirator dhe vazhdojmë në pyetjen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15. Vënien e bimës së më njëhershme për fatkeqësinë përndorore të zonës Parballa Bercan, Sulejman Bercan, për tashmële, se ishin çoka, Mbroci, Bashkim Delaj, Festim Kupaj, Zovanizmi, Zefan, Teknice. Soka marove. Prezent kanë drejtorin e emergjencave civile, që ne spjegon më qartë rreth timendore fatkeqësive natyrore, siç e kanë përshkruar. Përshëndetje gjithëve. Duke vënë nga Parballa Sulejmani dhe Rita, si në spikë të në ti si kemi marrë juve, praktikisht janë familje që janë shkantuar shtëpia. Pra fatkeqësitë të vërejta për rend nga atmosferike të vendit. Sipas ligjit të fuqishëm të nënë vitit 2009, të drejtohet në një shumë preventive të bamë inxhinierit bashkisë, edhe nga një komision që kanë shumë në bamë vlerësimin e damë që kanë, dhe të marrin 50% të shumës të vlerësimit tonë. Përshë që se kemi në i përqërsi, mori me donë për të gjithë të në për njën të partikë është si për njën dhe për gjithë, për të marrë. Por, me një ndryshim, se gjatë vjetës full që ka marrë raportim të vitin e kaluar, lindi problemi që i ka nga 1 milion lekë vjetra. Këtë vit kanë marrë dhe me thamë iniciativë me kryetarin e bashkisë. Nima me në jeshtë, më stit 1 milion, por mund të ketë edhe 5 milion se dhe vlerë është edhe në diçka më e madhe. Kush ka vlerë për shembull që ka poshtë 5 milion lekë vjetra, jena mundu që me kalu komplet. Për shembull dikush ka 284, dikush ka 300 të namë, mësë në 1 milion lekë, për pakët sa ne kujtojmë se është në nevojë të me një që për i parimin e shpjesës dhe të namë për cifra. Që se kene në pyetje të diskutuar për të cilin të jeshtë në përgjithësi. Kemi edhe listën para prakë, edhe kam tume nga 2016 dhe 2024 që e trajtu, aneksi 1 dhe aneksi 2 është i vitit 2025, që e trajtu në të gjithë familje që janë lek gjatë vitit 2025. Dhe kene edhe listën të sretë. Që se kemi në pyetje, Ka kushtojnë pyetje. Kam qenë diku me këtë drejtor për shëndetësje në valparë të shi qa moset nëshe është marë për këtë zefrat një taj që stretohet, është diskutu me bashkin me kryetarin, se ata janë vesh sjellin edhe tokën kërë, e ke pala ti, e ke pas e ke dalë, i gjithë më thonë të drejtën prezent aty, edhe falenderojmë për këtë, por me një herna, unë, mas kësaj pyetje që të jep ti përzidin, nëse nuk kanë marrë në i masë, se kanë me në vëllë këtu, bashkia, për me stretua. Kanë shkolla që janë bashkë. Është këtu që janë ajo ka kanë ajo vëjësia. Ka vende dhe më thënë sa dush, ne kena pa prezencë, e ke pa dhe ti, është një linje male
aje po edhe ekonomin të keqe doft me gjallë, edhe i vlaj që një palku me i mua. Atë unë vetë personalisht kam shku 3 herë të refën. I kërë në parë me verifiku të kamë që janë të. Kam shku një herë, kam shku 2 pakë me limën që kanë marë. Dhe kam shku edhe kam shku në amnestia në notës dhe gafi me cërë, 2 pakë shumë më të madhë në limën për familje. E vetë për të me dëshire familjes nuk ka kënë që unë me i qu materiale, si peshmotje, si kërvata, si batarije, shqime, ka qenë dera monetare. Dhe për këtë arsimit e nënimën e me një rëmi që në kamu 5.000 lek të reja, ose 5.000 lek të reja. Në listë është ishu për 5.000 lek të reja. Në nënima e shpejt. Nuk kam pas asnjë lloj kërkeset për strehim, as i gjana, vetëm vlerë monetare. E para është se ne e kanë qenë të gjitha ata, nënima ushqimore, veshmave edhe gjana të tjera që ti ka pas nevojshme. Edhe një diçka për i rase u bo zatë. Dhe që e ka mirë, si i dhënë në mujtë me erdim, shpinë për më mua me lek. Unë po pres. Duhet me trajtua atë sa mua dhe mediatike, me bërë qëka me ziti mënyra, në kërë me financera, në zotën, se këto, komplet se këto, normal se ka me kërë rëndizë, duhet mu krasua me edhe, të janë më njëra 200.000. Unë kam pas një kërkesë Se janë të me këto. Unë kam pas një kërkesë me që kanë rrave disa dhime të shqipore për të familje. Mirë për ne, si emergjena që vidën, si përshki, kene për detyrë me rrëshu administratorëve të zotën. Nëse ne me mua ofër në sinima se janë që mua të shpijat si janë djekë. Se ato me pa morë 2-3 herë ajo familje, e këtë mojë ka qërë me fjetë mësme i rash ujtë me. Nuk e kemi neve atë këta lërë me i dhonë nima me shopë se shpije nuk është të me si banes e tima. Nuk janë asë për përmytje, asë për përkesi, për shumë që shumë që atire nga kushtet atmosferike. Me venimin të ujë mund të bane që të duni ju. Por se neve nuk e kemi... Me venimin dërë mo, e kese mo edhe nga një ajo familje se sa kompletitat misionë të më. Neve trajtojmë si mas të rastë e si kena. Ju shumë që atje për shumë si gara një shka, por nuk e kena... Si mas të izin që kemi ne nuk kena drejtë me dhëmë me një që ose nuk përmë kërkesë bashki, mu më leo si këshilë dhe me mos me dhëmë të shka. Po këthem prapë të problemi aty ti, Abjan. Ne kena marrë vesh se kena njëkë, dhe maskerët tjetin kena dalë po është një atje, edhe njerëzit janë sekretarës në kanë të drejtën për njëmën, edhe emigrimit të anera. Problemi kryesor janë familje, është edhe një familje tjetër që ka pas tek jati aty, janë 2 fëmijë të mitur, edhe janë bëhen 5 prëm në atë familje, edhe duhet detyrimisht, unë për të thonë ty, në përmes te, si drejtori e emergjencës shije, që të bëhet rrugëzirje për të 2 familje derisa të ndërtohen shtëpiat. Masanena, bashkëpunim me kryetarin, tek është nën kryetari këtu, ta marrë shanim, edhe që të gjejnë një rrugëzirje për me strakua. Dimni është shumë i këto, edhe e unë, edhe për zetë praknisën, edhe është familja ti mund makaj. Që ka zetë mundi kryesore, për kona nanën, edhe grunë, edhe zetë mundi. E kjo Familja e mundi makaj. A kë kanë të etë? Kur ka mundësi me Në tisje po... janë njerëz që bëjnë shumë keq. Ne me pa orë letët për shkjellë dhe marë që që Pse duhet me kryetarin? Tani manesa ti ka të taktika, është këtë të të Allah bashkë po ka salet më. Pasë në e tjetër, apo si të një pamit të që shërbimet e kalume që kanë me të tjetër. Po pse mos t'i bohen 10 milion dhe 20 milion me të ardhën atë bashkisë. Taloni i problem tjetër, edhe këtë fatkesina nuk gjithkusht nuk të shrën që t'pjenë, edhe inshallah nuk kena më pas në vazhdimësi, po me 5 milion prapë se prapë, a i s'mund bëjë aseset. Unë kërkesa jeme, si këshilltar,
Unë kërkoj që të merret parasysh me të parën asjanë, pavarësisht se sa kanë kaluar kur pastaj të përqendshëm asnjë lloj njësie që kanë ato, po të lehet një rrugë, të lehet një koncert, të lehet një gjë tjetër që nuk është aq e rëndësishme sa jeta e këtyre njerëzve. Unë menimi jam është që të kenë 10 milion e sipër, deri 20 milion, sipas ekonomisë e mundësisë që kanë. Dhe në besë duke thashë, këni bojnë herë, se të kërkoj që me qumë lere. Dhe me qumë lere dhe 5.000 lekë, dhe 5.000 lekë. Po, kjo të bëhet, kjo të futet aty në buxhetin e shtetit, për arsye se këto fatkeqësina janë tepërsisht fatkeqësina që këtyne duhet me unaj, duhet ai që pone i pjesë pomone ose pjesë shpirtit të jeton, detyrimisht dhe me thanë duhet me ju gjeni këtyne njerëzve se ti ke ba, nuk të diskutohet dhe e punë, për qa ke pa forsi dhe këta në qërë, i ke ba dhe i ke të dire aty. Ka kushtaj O të një, gjanë i tjile. di që tjile. Edhe të i kanë 16, jetu e sejtë, vajnë në ndinë financiare, Po janë tratamente. Po të janë tratamentura. Pra, ka fundi si gjatë vitet vinë të të shiku, në si në rastin Ta pra, e të mi të 50 në fundi një këndër gjithë. Sepse... Jo, se nuk së me nëva mosimin nuk i të javë se... O të një, Lista e neksit tjene, pyte gjatë, kjo dhe neksit tjene. Lista nërore e personat. Nuk përshqit e të të tika personat, të tjasë të përshqit. Të tika personat, në parveli, janë 2 lista. Aneksi pas për vitin 2016 dhe 2024 që janë punët të shikohet prapa metëve që nuk janë likujtu. Kurse 2025 është fundi i ri që janë zonë dhe qatë mesin mund të mesin prapa 2026 pra të të shumë. për shembull, do krishterjanët e bëhen mujtë në kraj shkurt, për shembull, me planifiku dipundimira si banesë, çdo moment që ndodhin siç e bën Tanabashit, djegët i fushë, që në kondinjerin atë. Atë nuk ka ndonjë vlerë kush e dëgjon më edhe Tanabashit i thonë. Ne parashikuar në gjë pra. Edhe vlerat më e s'kan ata, kondinjerat janë çaj tjerë. Neve këna vogël pjesë para në komences për i të kushtë, që nuk kena mësi të rritë dhe parë. Tanabashit e thonë, momentin që djegët i çon kondinjerin, me gojo, me diçka, nuk ka. Vje më s'kan vlerë, ka mund merret i kondinjerë 15 milion lekë vjetra. Nuk ka ndonjë gjë. Ajo është diçka që jeni mund të do të marrë. Ju djeg shtëpia s'ka kërkenja çënja mënyra parë që nuk është vetë të bëhen herë. Ato 15 milion vjetra që nuk jeni papë, këtë vit në pas 10 familje që ndjek shtëpia. Vje më për 10 milion shtonë, s'po tham. Ata kushte pra, jo, ma shkari, për senti koncert të morë, dhe e ki koncerti dhe i që qa futa vjetë. Fate një. A ka mësimë në asërur për problemin e papove të ushimuar që kanë arë, si në kushvinë, edhe në shruk njekin, dhe a i kanë marë kërëplejt, edhe a i kanë listat, edhe a i kanë firmat e papove që i kanë marë. Kanë marrë sa fundi qeverisë, me datën 20 dhe datën 27 në dorë kena pas në fjesile në amë kësaj për këtë kohës. Ka pas për gjytje, ka pas pjesë nevoj, ka nërë për zonët e thella me dorë. Tu është përfshi shkreli, është përfshi kastrati edhe kelmeni. Kelmeni ka shku 150 pako. Ju më thoni që nuk janë transparente, ne e kena për të tyrë me qute jesia administrative i ndarë si mas nevojë të njëzve, dhe ku ka qu pako, ka marrë emën dhe emën, firmë edhe listën, dhe atë dhe vinë pranë drejtërisë tonë. Po kjo mirë se kanë qu kastratit dhe të mantem. Si ka mundësi kjo familja atje në Ilir ujë? Kastrati ka pas... Si ka mundësi që atina një ku ka qu, që ka falë të të probleme i tyner për problemin e smunjeve të ekonomisë të tyner? Në momentin i ka marrë vetëm njësia vendore për men. Kastrati ka pas marrë një marrë administratori kastratit, e ka lanë për sot, nuk të lanë për nesë, e ka në marrë lanë në përndarjes. Nuk është fa jo. Munin me për telefon, munin me për privatisë si kene të shirë. A i ka vete për marrë. Djegën e të ashtë në qu, kanë të tjetë njërë të nuk është nuk është unë mekanika, po është një planifiku me i marrë.
edhe kastrati e përshkrejt. Atëherë, Edhe të falë, edhe për të familjen e kam po djemi vetë ati të njësisë administrative. Santi da. Unë kam folë edhe unë me ta, se a ka mundësi i thash se unë po e qe, unë dy pa ka unë për atë punë. Unë është me folë S'ka të dalë asë në televizor, asë për me ashtu. Por, si bëhet, sa tash po bëj diçka. Jo, s'ka që të po diçka se ai... Se kam ditë se pa. Ka të jetë të nga personet të frajë, të përshkoj, s'nora i përshkoj, që atë vakë të razë, në qëra tjetër tjetër, po... Dy pagë më shkutën për nevojë në nëshme. Ka bëhen një orë, do me thamë se nuk i jetë përgjigje të kërë. Neve, Të kishën ditë. neve këna marë përgjigje çdo kujt që na ka marrë, pa vërsi se i ka përgjigje si ka përgjigje. Jo, mu ka thamë, po bëjmë të qatë, se vinë e pago për kastradin. Edhe për kastradin, edhe për shkretin, edhe në tamajë. Që ose kene dërshim mirë në tjetë e obimë edhe me listë, kush i ka marrë, që të ditë e njerës në nevojë, pa njerës i ka marrë. Sepse i ka ka kërkuar. kushtojnë qatë tjetër. Një pa njërë. Atëherë herën votim pikën 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, kush është dakord? Kundër nuk ka me afikohet. Vazhdojmë me pikën 17 është ndryshme. Këtë ndryshme në kryetari i sekretari ka një propozim që po e thotë po Mirë, apo pa një sekundë? A keni gjë ndryshme? Për ndryshme të përmu, keni gjë me? Jo, Përshëndetje, nderuar shqiptarë e ju kryetar, me emër të kryetarët e Bashkisë Nacionale të Zotërisë së dy propozime për dhënien e titullit qytetar të re të Bashkisë Nacionale. Propozimi i parë është për mua Gjetot Tanaj. Mua Gjetot Tanaj ka lindur komuniku të shkurt në mesin e 45, me familje patriotike në qëndrim shëmbullor si 6 lutës, ashtu edhe pas lutës, shpërpunën e kontributin e tij në dobit komunitetit të Lodhës e me gjerë është zgjedhur edhe të Kafshë dhe ka mbajtur në pozicione të tjera deri në vitin 1978. Pas vitit duke njohur cilësitë e tij drejtuese organizuese, është mbruar nga përgjegjës deri edhe zëvendës kryetar të ekonomive bujqësore ku ai ka punuar në Velipuj apo kudo. Detyrat të cilat i ka përmbushur me mjaft profesionalizëm e ndërshpëri. Për të tilla vlera cilësi të vlerësuara është edhe dekoruar me tituj të ndryshëm me medalje si nga presidiumi ashtu edhe nga sekretaria. Pas viteve 90 me ndaljen e tij në pension, ai i përkushtuar kushte humanitare dhe pajtimtare, duke shkuar konflikt dhe pajtuar familje e individ me probleme të ndryshme sociale të kohës. Gjithashtu mua Gjetot Tanaj ka dhënë jetë kontribut edhe në organizatat e veteranëve dhe organizatat e familjeve të shmorve me Mallësinë e Madhe, ku në qendër të vëmendjes janë respekti me juve për të shmorët e ato. Mua zgjedhja, siç edhe e flasin komuniteti mallësor, gëzon respekt me juve nga barë banor e territorit Bashkisë Mallësie e Madhe në Barza Kushkëllër. Për të tilla sa thamë lartë, i propozohet Këshillit Bashkiak Mallësie e Madhe të jepet titull qytetar në Bashkisë Mallësie e Madhe me motivacionin përkundër të kushtimit në tij si një qytetar bashkëkohor, si një kontribues në fushën administrative dhe çdo detyrë të ngarkuar e kudo ku ka punuar dhe atë njerëzore humane duke ngarkuar ku drejt të reventon Mallësie e Madhe. Kryetari i Bashkisë të Ndërmjetësisë. Propozimi i dytë vjen për një qytetare të drejtë të zonës së Kastradit, një infermiere me përvojë tashmë e dalën në pension, e cila ka shërbyer jo vetëm në njësinë administrative Kastradit, por edhe kudo në krevën e Mallësisë së Madhe, bëhet fjalë për Vitore Ballaj, infermiere, e cila ka lindur në vitin 1955 në fshatin Gure Budish, njësi administrative Kastradit. Pas marimit të shkollës tërgjithshare me vendimje, në vitin 73-74 ka mbaruar shkollën tërgjithshare e feministë në Shkodër, gjatë gjithë periudhës deri në daljen në pension ka kontribuar në shumë zonat Mallësisë së Madhe për kushtim të ndërshpërimit, profesionalizëm e humanizëm të lartë. Ka treguar shembullin
e gjithë komunitetin malësor si një infermier me integritet e cilë mëzor. Edhe me dalën e saj në përzën, aja kontribuon, po me aqë për kushtim dhe për atë në ndihmë mes në nevoj. Për gjitha sa tha me mërë, i propozohet Shqipe Bashkak Bashkia Madhe të jetë titulli qytetar ndër i Bashkisë Bashkia Madhe me motivacion. Për punën dhe për kushtimin e saj si një qytetare bashkëore, si një punësuese dhe në fushën e infermierisë, dhe atë një zore umane duke vlerësuar kur do herë kastratit e bartë e do të Bashkia Madhe. Kryetari i Bashkisë për një majtë. Ka edhe një propozim Është një i përhungën propozim nga ana e kryetarit të bashkisë, Këshillit Bashkiak, për e vendim me hetim investimit sistemin asfaltim, rruga e Livadeve në fshatin Stërbeq, Buzë e Ujit me vlerë 9.999.793 lek me të vëshë si prioritet për vitin 2026. Kryetari i bashkisë mbështetet të pikave të përcaktuara me ligj dhe në vendim të qeverisë, ndërsi të propozojë Këshillit Bashkisë Nacionale të miratoj investimin në sistemin asfaltim rruga Livadeve në fshatin Stërbeq, Buzë e Ujit me vlerë 9.999.793 lek me të vëshë si prioritet për vitin 2026. Për zbatimin e këtij vendimi nga kryetari i bashkisë nacionale të Nimën. Për rrugën e Gasha edhe Buksetit të bëhet fjalë për projekte. Si prioritet për çan më shumë më prioritet. Prioritet të rrugën e Gasha. Sa kanë për praktu shqipa dhe grupë për Rrugën e Flaks, ta dini. Rrugën e Flaks. Ura Kamic. Nuk ka shku investua prej Rrugë Livadesh. Asha. Rrugë Livadesh. Rrugë Livadesh i s'ka asnjëri. Dhe prioriteti ne për një rrugë që jetojnë njerëz aty, që njihen, syni Shegalit, zona e Gashajve, të Moksetit, se u po me legjenë sa që m'djena normale. Me në të deshë me të thonë, i cime herë këna me duhet prioritet. Një rrugës tjetër që... Po, më shumë, atë saj këna dhonë prioritet, aty me rrugës të dore me dhonë. Qaj këna prioritet? Po e kësaj, qaj në të dhonë, nuk këna të me në të gjohë. Kure e të regullohet dhe të bëhat për 2026 prioriteti i vetëm për bashkim me si e molle, po jo së... Jo prioriteti i vetëm, nuk e thasë. Jo ta thasë. Në mes të prioriteteve të tjera i propozohet Këshilli Bashkiak edhe mirë, sepse gjithë tjerë në prioritet në rrugat bashkëve. Edhe aku asisën së është po, me po me shkuar në gjia këni kalu me një Si shtë kryetari, edhe tjetë po është ta mund nësë ashtu... Atë nuk kalohet po. Ne jam në prioritet plus rrugët tjera... Me emën rruga Livadesh. Për të zgjidhur turizmin edhe... Moni mërculajt. Moni mërculajt Allah zanin. Në qënë Livade. Në qënë Livade. Shmara. Jo, stalon horat. Si më rrugë. Me këtë bashkisë, unë nuk jam... Njëre, një sekund sa të vaj një ashtu unë jam për shtë rrugë, edhe për shtë gjanë që i bëhet to. Po, sa e kam për në kryetarin të bashkinë, që këtë pat është prej pjesaj, dhe më thënë është prej punësit të bashkisë. Po. Bashkia, në gjithë me fjallë për të Kryetari i bashkisë, bazë në prioritet, plus rrugët tjera, dështohet nga kërkesa e komunitetit. Dështohet edhe ky prioritet. S'ka i qenë prioriteti. Kjo, fondi,
Po. Fiks. Ne me kalu pa kolojnë bollë. Deri ku është gjenja e rrugëve dhe ato që kena kaluar, që deri në datën. Kamerën, organizojnë morë kënë pak. Deri me datën 30 janë shumë gjana, qysh telefonia, janë 3 rrugë atena në bajzë që janë të kalume. Apo në arrit, ala për më shtrua, por gjenja dyne, edhe ato që kena kalua, që me kanë bugjeti, deri me datën thot 31, do të kryhen. Kjo, 1, 2 padron, tjetër generatori, rrugë atje të syni i koltër, pra deri ku pa në arrit. Se unë i kam njët, por ato rruga e gjomujave ka fillua prej lartë, shola shkon, deri me 30 aty, 31, po ja fima patin, edhe kanonën mes aty, knena lartë është të asfaltua, të vjellë zhavorit, knena po, këtu në mes, dhe me thonë venin më të keq, është, a nuk është e projektume, po nuk e di. Nuk e di se kush e njeh këto procedura edhe këto projekte që janë. Do t'i kërkojmë lloji drejtërisë për pasur të Bashkia tash ata janë lekë të bashkisë. Për ne, janë bashkisë, janë edhe tona. Rruga e Gjomujave, rruga e Krevnisë s'ka shkuala, rruga tjetër e Cena s'ka shkuala, generatori është ble ala, e Fonia, a ble ala, Padroma, Megoma, a ble ala. Se këtu ka njerëz, se po dalë prapë të thashë themet, ka gjusë një vërtet, edhe thonë, lëna ma se ata s'kan interes për me i pa. Shkojnë e marrë një 200.000, 300.000 në akuzojnë, 300 euro, e aja sa në vërtet, 205-208.000 që marrim aty, por na nuk vim për më marrë ata lek, por vim për me njëk procedurat edhe ato që mos tregohna, si kujtojnë ata se jena kas naiva, edhe na nuk i shtretojnë këto probleme i këto gjona. Për vetin edhe grupi i këshilltarëve të mi, unë i njeki nimni, edhe në teren. Në qofë që ashtu, në kjo s'ka keqe, por o të planifikojnë, e kalon bugjetin, edhe të shtrojnë, edhe ne kalume aty për 2029. Një kohë që kena 2025, edhe nuk kena rritala. Me kalu këtu me që kartonin edhe për mos më bo. Unë shtë të artë. Shqecimi kërësojnë mërësine madhe sot janë të pronën. Problemi është që këto po. Problemi është që këto duhej me njërë. Me njërë këtë problem. Po që më burë do nuk mos të dalë në teren, mos të vinë kesh. Vinë 3 në ndrëtarë. Unë atërë ata sa mund do të të bëjë qëre. Ju i gëzoshë o zëtë se unë nuk prapë pëtëm. Falë ka që të bëjë. Sa të përmëlej. Janë 3 në ndrëtarë. 3 në ndrëtarë që vonë më zëtë. Pse i vetë kesa ti tjetër se e përmesun? E përmes vetë si në ndrëtarë. Kjo a dytyra, mirë sa dytyra emë që më ka mënë modë. Po aje që është të morë rodën aty, si maj miri, pse s'te me verifikua këta rrugë, këto të gjitha që ku e përna rritë dhe këtu. Po të më thonë, absolutisht nuk e funksion e kush për më thonë përcizën e këtynës. Kjo është pa faqë. Pa jo më unë nuk du me i futën qef unë. A duhet njëta se a çdo ditë ne na telefonojnë. Po shkoni me të bashkia e këmë thonë. Me thonë drejtën as pa vlekshëm nga duke të veti sa nga kjetë të një hapë telefonat. Ne kërkojmë kam kërkura dhe tjetë e kretoreshe, dhe sa që ta i nuk ishtë kretoreshe a legalizimit të më vartë në njërë. Nëse ju nuk, ne flasim dhe ju nuk i zbatoni atë e më të një fjallë vartish. Sepse kretoreshe e kam kërkua dhe sekretari të nuk e kene lejmrua se ka nga koha shkurë. Si ishte koha shkurë tash një muj, e kena kërku drejtërisht të legalizime, ma është një ndër pikat kryesore më si të modhe që ashtë mua do mosdoshnja, mua e nevojshnja, e do në gjithë kush e kërkon gjithë kush, s'ke kam mujtë drejtor nga t'i kuj tjetër, dhe ju nuk e firni. Nëse nuk i kryne që në të dyre dhe më sa që një fjallishë. Problemi është në shtetet e fjallës kolegës. Pronat është
shumë e rëndësishme në mundësinë e madhe. Ne kemi një 6 muaj se një lekë që kemi merituar për legalizimin në disa fshatra, që është Reçi, Lardeci apo edhe fshatra të tjera. Asgjë s'ka bërë, asnjë gjë nuk është konkretuar. Prandaj, Bashkia e Mundësisë së Madhe duhet të jetë prioritet për ne. Toka. Edhe si që keni parë në përmetje, është një problem i madh. Vetë kontrolli i shtetit me kompensimin ose me fitimin e subvencioneve të shtetit. Ka është banë rabuzinë, banë edhe përftojnë ata njerëz që kanë vërtet realitet edhe punojnë ditë natë në tokat e tyre. Sot është problem shumë i madh. Zgjedhja dhe puna e bashkisë është të zgjedhin pronën. Ligjet janë edhe vetë kryeministri që ka thënë edhe kryebashkiakëve, çfarë bëni ju për në këtë drejtim. Kjo është puna kryesore, të marrin secili pronën e vet. Nga shteti ta legalizojnë dhe të jena vërtet konform ligjit. Edhe të përfitojnë ata shqiptarë, duhet të përfitojnë gjithë njerëzit. Bujqit, të cilët janë me qindra tonë janë shërbjene për shtëpiat e tyre edhe pas një lloj subvencionit, pas një lloj gjaje për faktin sepse tu nuk di dashur kush ka tokë, kush nuk ka tokë. Kjo është kryesore. Kryetar, jetë mbërmendje dhe duhet ne shqiptar parë tjena në mbështetje dhe të punës që dahet edhe të bëhen puna e duhur në Mundësinë e Madhe. Nuk është e vështirë. Në Mundësinë të Madhe të gjitha pronat janë dihet se ku janë tokat. Nuk ka tokat që janë zonëna. Është thjesht vetëm me marrë njerëzve. Hecën. Është zgjedhja elementare. Nuk ka konflikte, nuk ka probleme që janë të vogla minimale. Është thjesht në marrë tokat të ndërtimit të certifikatat të tjera tamam për në vërtet. Kjo është kryesorja për ne. Ne kemi sot s'kemë bërë asgjë, kur s'kena marrë pronën tona. Faleminderit. Gjithashtu dhe rruga rjove. Me shtruka për familësi fakën dhe makinë zhavar në gjatë, aktiv turistike që me gjatë, burimi unë, valeza, në makinë dhe fakën dhe makinë zhavar. Shkotoj me shtruka dhe makinë zhavar. Pra, kur s'na i zanë tjetër, atë jeve propozimin kryetarit të bashkisë të shandar për kam Shpime dhe. Shumis të ishtë, në s'ki të shumë. Kundër e ba, s'ka me atuhet, të një dërishme. Kam pas disa ankesa për shkollës langëqare konflikt për i kanë kamerat në funksion, po nuk punojnë. Edhe do më thonë e kanë shumë në urgjensë në shkollë kamerat e shkollës. Se ka shkolla që i kanë punë me lekë të veta kamerat, ku se ta i kanë edhe nuk i kanë në funksion. Në thonë sa ma parë, mjerë. Shkolla për në përthar? Shkolla dhe në qenë. Jo, zhvënjohës ata një sistem. Jo, në qenë. Edhe për pjesën e shkollës gjimnazit Bajz, rruga, në thamë, që qënë të gjimnazit ka nevoj me bari parime ose me bërë një në asfaltu komplet, edhe pjesën e mbetjeve. Kena diskutu disa herë me administratorin atje, nuk ashtë në rikavastruar, diçka që duhet me diskutua që ajo pjesë mos merret në mirë në domina dhe të venin kosha ose bëhet diçka ndryshe. Unë disa qishëm, shkortimisht, ishëm që ja shkortimisht. Unë kam një propozim këtu, që dim të gjithë dhe më kanë është një qeshtje shumë e rëndësishme, qeshtja lavut që fut në UNESCO. Pra, në historinë e Shqipërisë,
për popullin shqiptar, edhe për ne gjithë, edhe kërën e mirë në mëve, i ka kanë edhe Malëzisë Madhe, atje ku 40 pishta, nga puta Malëzisë Madhe që është shtume. Unë kërkoj që në buxhetin e vitit 2025 jena, të vehet buxheti, edhe të ketë çdo vit në bazën e kastratit aktivitete festive kombëtare. Unë, pa dashur më vënu edhe ju, edhe me të pro, unë kam bërë një relacion këtu, do të hedhë në rrjetet sociale, masanena, datën e merr atëherë kur janë bërë shqiptarësit aty, që janë bërë për herë parë, do më thonë që janë kanë 13 lavutarë, e laja mori e hunë. Lavutarët kanë atë e përsin e vetë, e lëvderat e tyne, që trashëgimon parve tyne, edhe u bërë me krenarë edhe na. Kjo mesazh në qoftë që ne nuk e kalojmë këtu, kryetari i bashkisë, në bashkëpunim me financën, që është shumë e rëndësishme të financa aty, që ta bisedojnë, do marrë një jehon deri te kryeministri. Edhe besoj e dim të gjithë se kryeministri është shumë i preokupuar edhe i angazhuar për lahutën që i hinin në UNESCO. Unë ka s'kishem ta diskutojmë.